Politikanët për këtyre parimeve bas kanë nxjerrë në sipërfaqe aq fenomene dhe aq procese të ndalikuara sa që u duhen edhe 3 jetë të tëra që të mund t'i zgjidhin të njëjta. Normalisht nëse këtë u alejojmë ne, por gjithsesi kjo nuk do të ndodhë. Nuk ka më njerëz të cilët mendojnë se duhet të rinë të qetë, për shkak se ka atje lart ose atje anë është dikush i cili kujdeset dhe mendon për mirëqenien e tyre, për familjet e tyre dhe për sigurinë e tyre. E drejtë dhe detyrimi qytetarëve është që të dinë se në duart e kujt do e lënë jetën e tyre dhe familjen e tyre. Të respektuar, lëvizja Besa me plot përgjegjësi them që ka zbuluar ilaçin e kësaj sëmundjeje. Dhe ky ilaç ka qëndruar dhe qëndron ende në brendin tonë, dhe ai është sinqeriteti. Sinqeriteti të cilën e ka çdo antar i lëvizjes Besa. Pasi që edhe kur bëhen kritika, a nuk janë të pakta, e vetmja gjë është e cila që nuk kritikohet dhe thuhet, janë të drejtë dhe të sinqertë. Vetëm duke pasur njohuri për nevojat e popullit dhe sinqeritet në vete, këmbgulje dhe pamarrëveshje të fshehta, do të mund të sigurohen interesat e qytetarëve dhe të sigurohet mirëqenia e cila është aq e dëshirueshme nga ato. Këtë që padyshim lëvizja Besa do e realizojë, pasi këtë e ka edhe synim të vet të shkruar në platformën politike të saj. Ndërkaq, besimin do ta fitojmë për qytetarëve dhe në vazhdimsi do ta ndërtojmë besimin e marrë prej tyre. Në këtë rast dua të citoj një thënie të Martin Luther Kingut, i cili në mes tjerash thotë: "Ne nuk jemi të kënaqur dhe nuk do të jemi të kënaqur derisa drejtësia të fillojë të lëviz ujëra dhe drejtësinë në rrjedhën e duhur të saj." Dhe më në fund, në emër të gjithë Këshillit dhe antarëve më të gjerë të lëvizjes Besa, ta përfundoj këtë fjalim me një deklaratë të përgjithshme, e cila burimin e saj e ka në sinergjinë që e siguron lëvizja Besa prej antarëve të saj, ku të gjithë antarët një zëri japin besën e tyre se do të marrin përgjegjësinë për detyrimet tona, që edhe nëse pa kufi të zgjas jeta e shqiptarëve, të tjerët do thonë se kjo ishte periudha më e mirë e shqiptarëve në trojet e tyre. Duke u lutur që Zoti i Madhrishëm të na ndihmojë dhe drejtojë në rrugë të mbarë. Dhe me një rast ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj dhe mirupafshim.